Ilvatare ka qenë një nga gazetaret më të mira në vend, ndërkohë që karrierën e saj shpesh e ka vijuar mes Shqipërisë dhe shteteve të tjera. Pas divorcit me bashkëshortin e parë, duket se Ilvatare gjeti dashurinë e saj. Ka qenë ish deputeti demokrat Eduard Selami, i cili pas shumë vitesh në Amerikë erdhi për të dhënë një intervistë te emisioni Elvës, dhe aty lindën dhe shkëndijat e para të dashurisë mes çiftit. Pasi erdhën në jetë 2 fëmijë, një djalë dhe një vajzë, Ilva vendosi për t'i thënë lam të mirë Shqipërisë dhe u zhvendos përfundimisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aty ku prej vitesh jetonte edhe Eduardi. Gazetarja ju desh të hiqte dorë nga një karrierë gjatë në gazetari, por edhe nga një post i rëndësishëm siç ajo kishte në Shqipëri, si drejtoresh e Fondacionit Soros. Por jeta në Amerikë duket se i ka dhënë Ilvës më shumë qetësi dhe më shumë kohë për t'u përkushtuar familjes së saj. Për më tepër, bashkëshorti i saj, Eduard Selami, ka 2 biznese të fuqishme në Amerikë dhe disa shtëpi. Mediat raportojnë se Eduard Selami ka të regjistruara që në vitin 2010 2 biznese në Shtetet e Bashkuara. Një nga bizneset është kompani ndërtimi, ndërsa firma tjetër është një firmë taksish dhe dhënie makinash me qira. Selami ka në pronësinë e tij edhe 3 vila në Virginia Beach. Së fundmi, Ilvatare ka marrë një ofertë pune nga Parlamenti i Bashkimit Evropian.